Kur muslimani që ka pas frikë, që ka pas respekt Allahun dhe pejgamberin, kur do të hijnë në xhenet, Allahu na mundsoft. Kur do të hijmë inshallah në xhenet, e kur do të takohemi me prinde, gjyshe, vlade, dashamire, familje, krejt, në bukuritë e xhenetit, do të thojnë me laqet: a ju pëlqen? Elhamdulillah, o Zot, shumë të mira na ke dhuru. Do të thot me laqe: e gëzofsh, ja pash hajrin, se në dunjo ke vujt shumë, në dunjo ke pas shumë probleme, shumë heka. Njoni ka qeni paralizum, njoni ka qeni burgosur, njoni ka qeni torturuar, njoni subhan i maltretuar, rastet të lloj-llojshme. Do t'i thonë me laqet: ke vuajt në dunjo, kënaqu tash. A di çka do të thot muslimani? Ku çka kom hek në dunjo? Po ti më kështu ke pas të lart. Ja, nuk mba mend unë kur gjon. Do t'i harron vuajtjet e dunjos. Po çka mba mend, do t'i thot me leku, po çka mba mend ti? Unë mba mend prej këtu e andej, mrapa kur gjon. U ka fshin hardisku, u ka fshi CD-ja krejt, është fshin nga truni. Po ne tuk e në gjallë halan këtë dunjo kemi haru. Kush mba mend kur i kemi pas 1 vjet, 2 vjet çka na ka ndodh? Kush mba mend? Është haru. Akoma në dunjo një pjesa që në fund është haru. Po kur dalim në botën tjetër, në xhenet, do të harrohen të gjitha vuajtjet, të gjitha maltretimet, të gjitha provokimet që provokojnë ata që i ka mund shejtani, i provokojnë të rinjt dhe të rejat.